Tregu kryesor i shitjes me pakicë dhe fruta perimet në Lushnjë është braktisur nga shumë tregtarë ambulant. Nga një vëzhgim i bërë në treg, 50% e tezgave të shitjes janë bosh. Çmimet e larta si dhe rënja e fuqisë blerëse janë dy ndër arsyet kryesore të braktisjes së tregut. Aktualisht 1 kilogram domate në treg shitej nga 160 deri në 200 lekë, 1 kilogram patate 80 lekë, kungull 150 lekë, sallat 80 lekë, presh 80 lekë, moll nga 100 deri në 150 lekë, speci 250 deri në 300 lekë për kilogram. 3.000 lekë. Shumë të shtrenjta janë. Po çfarë do me? Duhem thanë. Po shitja tani s'ka shitje. Edhe si malli shumë shtrenjtë. Te tregu mall s'ka asnjë lloj gjeje aty. S'ka çfarë merr. E ke të gjitha janë ngritur djarat. Që dhe njerëzit s'marrin ikin. Kjo është. Është shumë me ujë, nuk ka fuqi vlerëse. Malli është pak i shtrenjtë, ka fuqi vlerëse nuk ka. Po rrim po thuash, ka gjithë ditën këtu me 20-30.000 lekë xhiro, do hedhësh 4-500.000 lekë, nuk do bësh 20-30.000 lekë xhiro. Për gjithë ditën. Ftohti. Po për të përballuar ne si përballojmë do dihet, po tani periudha dihet që janë çik të shtrenjta. Si për lulen, brokulin, apo patrigjanin. Megjithatë, janë gjitha zinxhir problemi këtyre, se si për fermerët, se unë jam vetë fermere, edhe për konsumatorët, po më shumë e vuajmë si fermerët edhe konsumatori. E vuajmë këtë çmimin e lartë. Miru pafshim. Të kaq shumë. Ja, shiko çfarë kemi marrë. 2.500 lekë vetëm këto. Faleminderit. Tregu i Lushnjës, ku investuan mbi 45 milion lekë të reja vitin e kaluar, e ka humbur destinacionin për të cilin u ndërtua.